Fjalët përmbyllëse në gjyqin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit përfunduan më 18 shkurt, ndërsa më 19 maj bëhen 90 ditë nga mbyllja zyrtare e rastit. Tashmë, gjithçka mbetet në duart e trupit gjykues në pritje të vendimit final. Avokati Artan Qerkini thot se ndonë se vlerësimi final i provave bëhet gjatë vendimarrjes, një pjesë e tyre është analizuar edhe gjatë gjykimit. Qerkini thekson se drejtësia është më e rëndësishme se sa shpejtësia e procesit. Vlerësimi final i gjitha provave së bashku bëhet në ato takime që i ka trupi gjykues me rastin e marrjes së vendimit. Përtej afatit për marrjen e vendimit, unë besoj se qëndron edhe një obligim i trupit gjykues që të marrë një vendim të drejtë gjyqësor. Sipas Qerkinit, edhe pse prokuroria ka paraqitur numër të madh provash dhe dëshmitarësh, cilësia e tyre mbetet e diskutueshme. Prandaj mendoj se cilësia e provave është në anën e mbrojtjes, edhe pse prokuroria ka barën e të provuarit e jo mbrojtja. Por marr parasysh gjithë këtë që e thash, mendoj se i vetmi vendim i lidhshëm është vendimi i pafajësisë. Në anën tjetër, zëdhënësi i gjykatës speciale Michael Doyle tha se ende nuk dihet nëse trupi gjykues do të shpall vendimin brenda 3 mujorit të parë. Pas mbylljes së çështjes, trupi gjykues ka 90 ditë kohë për të shqyrtuar me kujdes provat dhe argumentet e paraqitura dhe për të arritur në një vendim. Nëse u nevojitet më shumë kohë për shqyrtimin e tyre, këto 90 ditë mund të zgjaten. Deri më tani nuk ka informacion publik nëse shqyrtimet do të zgjasin përtej periudhës fillestare 90 ditore. Ndër të tjera, avokati Qerkini kritikon edhe vazhdimin e paraburgimit për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin, duke e cilësuar si të pajustifikueshëm në këtë fazë. Deri në vendimin përfundimtar, 4 të akuzuarit do të vazhdojnë të qëndrojnë në qendrën e paraburgimit në Holandë.